emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar vëllezër dhe motra, miq, merga të nderuar kudo që jetoni dhe veproni, me lejoni të ju përshëndes me përshëndetjen me kuptim plotë dhe ajo është Esselamu alejkum. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju dhe familjet e juaja. Sante kemi zgjedhur një temë që pa asnjë diskutim është me rëndësi të veçantë për çdo njërin prej nesh. Pra është fjala për sekretin e lumturisë, apo çfarë është lumturia, cilët janë faktorët dhe burimet e lumturisë që synon çdo njeri prej nesh. Pra s'mundesh me gjetë edhe një njeri të vetëm, i cili thotë se unë ja dua vetës sime mjerimin. S'mundesh me gjetë. Pra Zoti i Madhëshëm në ka krijuar në këtë formë, na ka instaluar në këtë formë që ta synojmë në mënyrë të vazhdueshme mirëqenien edhe fizike, edhe shpirtërore, edhe në aspektin psikologjik. Pra ta synojmë lumturinë e vërtetë. Pra është diçka që e preokupon çdo person, qoftë i vogël apo i madh, qoftë i pasur apo i varfër, qoftë me pozitë të lartë apo nuk ka asnjë pozitë, qoftë i cili është besimtar apo jo besimtar, agnostik apo naturalist. Që të gjithë njerëzit e synojnë lumturinë edhe të gjithë njerëzit kanë dëshirë të flakt, që ditët, javët, muajt dhe jetën që e kalojnë, ta kalojnë me një mirëqenie, me një lumturi që është synim i çdo njërit prej nesh. Nocioni lumturi, nëse e shiqojmë në aspektin kuranor dhe profetik, e vërejmë se fjala lumturi në Kur'anin fisnik është ardhur në 2 citate kuranore, kurse në mënyrë alegorike janë më 10 citate kuranore, kurse në thënjet profetike janë më 10 dhe qindra thënje profetike që janë receta të mrekullueshme se si jetohet një jetë e qetë me një mirëqenie të mirë dhe një jetë të lumtur. Në Kur'anin fisnik, fjala lumturi është ardhur në kapitullin Hud, ku Zoti i Madhërisht tregon për realitetin e ngjarjes që do ndodh pas vdekjes, gjithsesi pas ringjalljes. Njerëzit në ditën e llogarisë do të jenë 2 grupe, që ka thënë Zoti i Madhërisht, faminhum shaqiyyu wa sa'id, dhe prej tyre do të jenë të mirë dhe të lumtur. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhni. Pra ajo ditë që do të vjen dhe s'ka dyshim që do të vjen, nuk do të flas askush, përveç se atij që jep leje Zoti i Madhërisht. Faminhum shaqiyyu wa sa'id, precizohu, prej tyre do të ketë të mirë dhe do të ketë të lumtur. Pra në botën tjetër kështu është, por në këtë botë si qëndron ky fakt? Bëhet bindur se edhe në këtë botë është kjo ndarje. Pra njeriu më i lumtur është ai i cili edhe këtë jetë 60, 70, 80, 100 sa jeton, e jeton të lumtur dhe e fiton lumturinë absolute në botën tjetër. Kurse njeriu më i mirë është ai i cili e jeton këtë jetë që është e shkurtër nëse krahasohet me ai që është absolute në botën tjetër. Pra jeton njerim të vërtet gjatë kësaj jete, edhe pse ndoshta njerëzit e perceptojnë se është njeriu më i lumtur, kurse e fiton njerimin e vërtet në botën tjetër. Para se të hymë për ta zbërthy nocionin lumturi dhe se çfarë kanë thënë në të kaluarën e lashtë filozofët grek dhe filozofët bashkohor dhe filozofët islam, musliman dhe filozofët dhe mendimtarët të kësaj kohe, kisha pas dëshirë do të përmendi do disa fakte statistika që nëse do të mediton, pastaj do të botën e shiqon do të ndryshe.
para kësaj, bëj bindur se në të kaluarën janë shkruar me qindra, ndoshta edhe dhjetra libra sa i përket lumturisë, sepse është diçka që e kanë kërkuar që të gjithë. E ka kërkuar që të gjithë njerëzit, ka qenë një preokupim i të gjithë njerëzve. Por tani kur jemi duke folur, nuk është në pyetje tema dhe libra, sepse kjo llogaritet shkencë, por në kohën kur jemi duke jetuar, është shkenca e lumturisë. Dhe janë shkruar nga autor brillant me qindra libra se si jetohet lumturia, se si njeriu ta konceptoj lumturinë dhe ku gjendet lumturia. A është në thellësinë dhe brendësinë e njeriut, apo është dikund jashtë njeriut? Është jashtë shqisave, apo jashtë asaj që ne llogarismi do të brendësi? Ndalemi do se i përket do të statistikave. Nëse ke një shtëpi dhe vendbanim, apo ke një banesë, dhe në atë banesë ku ti jeton, qoftë edhe 60 metra katror, qoftë edhe 50 metra katror, qoftë ajo shtëpi e cila është shumë do të modeste, por në atë shtëpi ke ushqim që është i mjaftueshëm, ke rroba që janë do të mjaftueshme, ke do të një shtrat, sot do që tje do të modest, që në te do të pushon 8 orë natën, bëhu i bindur se je më i pasur se 75% të globit. 75% të njerëzve që jetojnë në botë. Pse? Sepse 75% të njerëzve që sot jetojnë nuk kanë shtëpi të vete personale, ose banesë të veten personale, por një pjesë e tyre jetojnë në rrugë, edhe qoftë në vendet më të zhvilluara, në Londër, Washington e kështu me radhë, ose një pjesë e tyre jetojnë me qira, edhe një pjesë e tyre jetojnë do të më vështërsi, pra do të prej një vendit në një vend tjetër. Çështja tjetër, nëse në gjërëllogarinë tënde personale, apo në xhepin tënd, ke diçka që ke anashkaluar, apo ke rezerva, sot do që t'jen do të vogla ato, që i ke lënë për ditë të vështira, apo si shpërdorë do të në zhandrin popullor për ditë të zeza, dije se je mesin e 8% të njerëzve më të pasur në botë, sepse 92% të njerëzve nuk kanë asë një rezervë për muajin tjetër. Pra, 92% të njerëzve sot prej të hyrërave punën që ata e bëjnë, nuk kanë asë një rezervë për ditë të vështira e ditë që jemi duke jetuar tani. Nëse ke një shëndet të mirë, edhe nëse ke do ndonjë telashe që është e vogël, gripi s'mundesh me quj që do të është sëmundje, është diçka që është sezonale dhe kalohet do të me pak investim. Por nëse ke do të një shëndet që nuk je i goditur prej ndonjë sëmundje cila është kronike, dije se je në dhunti të shumta dhe mërsi të shumta, sepse sot, por derisa jemi duke folur, janë më shumë se 1 milion njerëz të cilët e din drejt për së drejti, ose e din do të familjarët të afërmit, se i kanë edhe 4 ditë, 5 ditë, më së shumti 7 ditë për tjetuar, për shkak të shëndetit dhe smundjeve të rënda në organizmin e tyre. Pra, nëse ke do të shëndet dhe nuk ankohesh për ndonjë smundje të rëndë dhe kronike, dije se je shumë më fat. Nëse je për atyre që shkon do të në shkollë, shkon do të në punë, shkon do të në universitet, shkon do të në xhami, shkon do të për të vizituar do të dikë që e ki do të mik ose kështu me radhë, dhe nuk friksohesh se nuk ke frikë nga dikush tjetër, se do të maltretoj, ose do të abuzoj, dije se je do të me fat, sepse do të me miliona njerëz nuk e kanë do të këtë standard. Me miliona njerëz nuk kanë siguri kur zgjohen do të në mëngjes,
për shkak të luftrave, për shkak të trazirave që janë dot në mesin e shoqërive dhe popujve. Nga kjo çfarë deshta të them? Deshta të them, ta them dot një të vërtetë, se ne jetojmë një mirësi të shumta. Fatkeqësia është që nuk jemi falëndërues. Dhe dietarët, filozofët, kur kanë folur për lumturinë, se çfarë është lumturia dhe ku gjendet lumturia, bëhen të bindur që janë dot me dhjetra definicione. Janë dot me dhjetra dhe me qindra. Unë po e përmend dot një apo dot dy. Është një mendimtar francez, Nicolas Schmartz, i cili në këtë temë ka shkruar dhe është autor i një prej librave që e sqaron dot bukur dhe mirë se ku gjendet lumturia, si ta perceptojmë lumturinë dhe ku janë burimet e lumturisë, që është synimi i çdo njërit prej nesh. E thot një të vërtetë dhe precizohu. Thot, ta kërkosh lumturinë, ta gjërmosh lumturinë nuk është e lehtë. Precizohu. Por është e mundshme për ta gjetur në thellësinë tënde, është e mundshme për ta gjetur në brendësinë tënde. Pik. Ose prejse, precizohu. Por është e pamundshme ta gjesh lumturinë jashtë teje. Shoqëro, brendësia e njeriut është qënësia e njeriut, është zemra e njeriut, është ndërgjegja e njeriut, është shpirti sekreti i krijesës së njeriu. Wa nafakhtu fihi min ruhi, do të afër që pse do ti zotri i universit, është se ti do të ke diçka që s'ka askush tjetër. Ti ke shpirt që nuk kanë krijesa tjera. Për këtë arsye, ti do të krijesë shumë duele, ti je krijesë shumë komplekse. Dhe kë filozof francez prek do të në pikë shumë do të më rëndësi, që lumturinë është vështirë për ta gjetur, por nëse këmbgul, dhe nëse thellohesh, dhe nëse hyn dot në brendësinë tënde, atëherë ke mundësi për ta gjetur, sepse ajo është në veten tënde. Kurse mos u lodh kot për ta gjetur apo për të hulumtuar lumturinë jashtë teje. Mos mendo se ato që është jashtë njeriut nuk janë faktor për lumturinë. Jo, pasuria është faktor, por nuk është qëllim që njeriu do të jetë i lumtur. Pasurinë që ti do të e ke është diçka që ndjen kënaqësi. Për këtë arsye ka dallim esencial mes kënaqësisë që njeriu e shijon, e percepton nëpërmjet 5 shqisave dhe lumturisë e cila është diçka që është në mendjen dhe në zemrën dhe shpirtin e tij. Lumturia e njeriut është në thellësinë e ndërgjegjes zemrës dhe shpirtit tënd, si rezultat i reflektimit të mendjes dhe ideve të njeriut. Ajo që është më brillante, përderisa tham se kjo është shkencë në vete, shkenca e lumturisë. Lumturia është vendim që merr dot njeriu do të përçen i lumtur, dhe është vendim një ashtu që njeriu merr vendim për të qenë i mirë. Tash, ku është lumturia? Lumturia është në thellësinë dhe brendësinë tënde. Për këtë arsye dhe Zoti i Madhëshëm ta ka tërhequr vërejtjen duke të thënë në mënyrë drejt për së drejti, wa fi anfusikum afala tubsirun, dhe në veten e juaj ka argumente, dhe në veten e juaj që është sekret, që ti je zotriu i universit, që je do të krijesa më komplekse që ka krijuar Zoti i Madhëshëm, që e ka nderuar nga të gjitha krijesat tjera. Wa laqad karramna bani Adam, më të vërtet i kemi nderuar bitë e Ademit. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, vërtet i kemi krijuar njeriu në formën më të përsosur. Po kam dëshirë do ta përmendi dot një shembull i cili është shembull i lashtë, por ndërlidhet me aktualitetin dhe me temin drejt për së drejti. Është një rrëfim i bukur i cili ka ndodhur tek civilizimi kinez. Kinezët, pa asnjë diskutim, janë prej popujve që kanë dot një civilizim të lashtë. Por ky rrëfim ndërlidhet para 2000 viteve.
Për shkak që kanë shkuar në 10 minutat, rrëfimi i cili ndërlidhet me temën që jemi duke folur se në ari, në balt ka ari, pra kështu është ky rrëfim, do ta vazhdojmë në ligjëratën e ardhme. Deri në ligjëratën e ardhshme, mirë mbetësh.